Me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, shoqata Ardhmëria Dega Vlorë ka shtruar darkën e iftarit, në të cilën morën pjesë autoritetet vendore, besimtar musliman, intelektual, mësues, sportist, aktivist ardhmërisë dhe shumë të ftuar. Iftari, vakti i mbrëmjes, që shënon përfundimin e agjërimit të përditshëm gjatë Ramazanit, ka një rëndësi të thellë për muslimanët dhe pikërisht i gjeti bashkë edhe më të ftuarit në këtë darkë të shtruar nga Ardhmëria. Si vakti kryesor për ata që agjërojnë, konsumohet në perëndimin e diellit, ndërsa koha e tij saktë ndryshon çdo ditë gjatë gjithë muajit të shenjtë. Indrit Lita, kryetari i shoqatës Ardhmëria Dega e Vlorës, ka falendëruar për përgjigjen pozitive të ftesës për të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet. Ai tha se agjërimi është shumë i rëndësishëm për të rritur vlerat tona e për të na bërë njerëz më të mirë. Vlora, sipas tij, ka shumë mundësi për të treguar vlerat e saj të mirësisë. Ju falenderoj që u përgjigjet ftesës tonë për të bërë pjesë e këtij iftari zyrtar të Ardhmërisë Dega Vlorë. Do sa vënë gjithashtu që ky iftar është një tull në formimin tonë, në investimin tonë tek vetja jonë për të rritur edhe më shumë në vlerat tona, për të qenë njerëz më të mirë, qytetarë më të mirë, për të qenë njerëz të cilët amanetin që na ka dhënë Zoti për të jetruar si mëkambës të tij dhe robët të tij me dinjitet në faqet dheut, ta realizojmë në formën më të mirë. Dhe lutem Zotin që bashkarisht tregojmë që Vlora ka shumë mirësi, tregojmë që këtu në këtë qytet dhe rrethinat e tij begatit janë pafund, thjesht ka nevojë të besojmë tek këto vlera, të punojmë për të kultivuar dhe të shtojmë shoqërinë tonë dhe tek brezëri. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka theksoi se iftari është një vend ku bashkohen të gjithë dhe ndajmë sakrificën e ditëve, ideve për të bërë më të mirën, ndërsa uroi për agjërim të pranueshëm. Nderuar myfti i Qarkut të Vlorës, nderuar kryetari i shoqatës Ardhmëria, nderuar miku i Indrit, në fakt të falenderoj që më bëre pjesë dhe më ftove dhe më bëre pjesë të këtij vakti iftari. Në fakt iftari nuk është një vakt, është një vend ku bashkohemi, ku solidarizohemi dhe ku ndajmë të gjithë sakrificën e ditëve, por edhe idet të gjitha ato që ju përmendët për të bërë më mirë, për të bërë njerëz më të mirë dhe për të transmetuar ide dhe vlera kudo të gjithë. Unë i uroj të gjithëve agjërim të pranueshëm dhe të jemi të gjithë sa më të mirë dhe sa më afër njëri tjetrit. Sot, këto ditë agjërimi dhe gjithmonë. Përshëndeti të pranishmit edhe kryetari i përgjithshëm i shoqatës Ardhmëria, Sabaudin Jashari, ai tha se iftari është vllazërim, bashkim dhe bashkërendim. Iftari vetvete është për bashkim, ka na bashkon. Iftari vetvete është vllazëri, afron distancat edhe emocionale dhe shpirtërore dhe shoqërore. Po njëkohësisht është edhe bashkërendim. Pra ky iftar me fjalë bashkon mes kryetarit të Qarkut, mes myftijut, mes profesorëve, mes akademikëve, mes mësuesve. Kemi tjetër mision. Ne jemi rob të Zotit në tokë, pavarësisht drejtimeve të ndryshme që i kemi dhënë vetës. Ka ngel jo shumë ditë nga ky muaj i begat, tashmë kemi mbaruar ditën e 11, kemi hyrë tashmë në ditën në 10 ditën e dytë të Ramazanit, 10 ditë që i parë është me rahmet, mëshirë, i dyti është falje, i treti është çlirim përfundimtar nga le të themi zjarri i vetes, po edhe zjarri i botës tjetër. Në 10 ditën e fundit ndodhet një natë e cila është më e mirë se një muaj, që është nata e Kadrit. Edhe kjo është akoma dhe më përbashkuese për gjithë ne. Dhe natën e fundit, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu madhnushëm natën e fundit të Ramazanit, i fal robët e tij pa hesab, pa llogari. I tha në profet mos e ke fjalën për natën e Kadrit, jo, tha nata e Kadrit është gjë tjetër. A nuk e keni parë se si punëdhënësi ja jep shpërblimin punëmarrësit në fund punës së tij, ja jep hakun? Kështu dhe Allahu madhnushëm i fal pa hesab dhe pa llogari robët e tij që e kanë marrë mundë dhe kanë agjëruar për hatrin tim. Kështu që unë i lutem Allahut madhnushëm që edhe këto shanse që kanë ngel e pakta dhe 18 shanse dhe mundësi për ne për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe faljen e tij, por njëkohësisht vëllezër dhe motra, edhe për të lartësuar në gradat e larta në të cilat na fton Allahu madhnushëm, që janë gradat e humanitetit njerëzor. Iftari mbart një peshë jashtëzakonshme shpirtërore, ndërsa besohet të jetë një kohë kur Allahu u ofron mëshirë dhe dashuri të veçantë atyre që kanë agjëruar
me bekime të veçanta për individët që sigurojnë ushqim për të tjerët. Shoqata Ardhmëria, veç aktiviteteve të ndryshme që organizon, shtroi kështu edhe darkën e iftarit në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit.